propagandë e vetëvendosje çysh e kanë zakon këta. Para mendo Donika Gërvalla çka tha. Ekziston, tha, rreziku, rreziku ka, që lista srpske ka me na votu edhe qeveri, neve pa i thonë na. Para mendoti çfarë mashtrimi i ban këtij populli. Nuk i ka numrat. Edhe mundohet me ja lanë fajin opozitës edhe i përzin me lista srpske. Para mendoti çfarë mashtruesi është. Kurse ky negocion me antartë listës srpske. Edhe ato patericat e lista Guxo edhe të Mimozës që jënë jënë shkri në vetëvendosje, e jënë rrit me emën të LDK-s, që është faton Peci, Avdyli, Donika, e kemi respektu Donikën shkaku i babes vetë, po ajo ishte helaçe, ajo më vjen keq për këtë fjalë, po ajo është e gërditshme. Të dashur miq, jam këtu me një zotëri i cili do të flasim shkurtimisht lidhur me 3 tema. Bllokimi i qeverisë, mos funksionimi i institucioneve shtetërore dhe shtrejtimi i rrymës. Përshëndetje. Përshëndetje. Jena për Kosova Infos edhe thash edhe ma herët që na do të flasim sot për 3 tema, kur e dina që edhe ti je pjesë e Lidhjes Demokratike. Du me marrë një mendim tanin konkretisht, mas pari për rritjen e energjisë elektrike. Për rritja e energjisë elektrike është e tmerrshme për këtë popull. Gjatë qeverisë të Albin Kurtin, u shtrejtue 3 herë. A kryeministër e ka marrë pozitën si kryeministër me premtimin që ka me ullë çmimin. Veç analizone edhe paramendone këta. E ka marrë votën që kur të vijun e zbres çmimin çfarë ka qenë, e jo që se ka zbrit, po 3 herë e ka ngrit çmimin. Dhe me thonë, kjo s'ka ndodhë kur për mas lufte e knena, në qeveri me rrit çmimin e rrymës 3 herë nuk ka ndodhë. Ramush Haradini, po ta tham një të mirë që e ka bo dhe që nuk jam i Ramushit, thatë edhe jo që i përkas LDK-s, kur u kon kryeministër i ka thonë 3 herë, i ka thonë zëroes nuk guxon me rrit çmimin e rrymës. Nuk guxon. Kurse ky e ka rrit 3 herë. Edhe për çudi ky popull prapë pranon. E pranon. Nuk ka rrit rroga, nuk ka rrit pensioni, 3 herë 100 me përqindje rritjen i bjen 140%. E ka rrit rrymën. Pa rrit rroga, pa rrit pensione. Kjo e tmerrshme është. Unë nuk i di këtij popullit çka do të mi bë për me dalë me mush ky shesh edhe me shku me janë nxonë zyret Albin mashtruesi që ardhë me mashtrimin. Çfarë mendimi keni për bllokimin e institucioneve, mos formimit të qeverisë? Ku është faji? Faji është krye këput. Është te Albin Kurti. Sipas kushtetutës, na jena të informuar sepse në kushtetutë thohet, nëse nisni ditë e para, nuk mundet me formu qeverinë pas zgjedhjeve, partia parë i vjen rani partisë dytë. Po, por nuk ka ardhur deri te ajo pika për qeveri. Prandaj nuk ka hy ende aja fati 15 ditësh apo 20 ditësh i bërjes qeverisë. Është tek kuvendi. Derisa e vazhgit, e shtyn, e bllokon edhe e shtyn çdo 2 ditë me kuvend, nuk numërohen ato 15 ditë që i ka në bazë kushtetutës. E kupton? Dhe me thonë, në moment që kryet parlamenti, kryetari parlamentit, nën kryetarët e krejt, atëherë fillon ai afati 15 ditësh për qeverinë. Prandaj ky e vazhgit kështu e bllokon, sepse nuk ecin ditët që ky i ka në dispozicion për qeveri. A më kupton? Edhe shtrohet tash pyetja, pse e bllokon kjo? Se si ka numrat. Nuk i ka numrat. Edhe mundohet me ja lanë fajin opozitës edhe i përzin me lista srpske. Para mendoti çfarë mashtruesi është. Kurse ky negocion me antartë listës srpske. Me antartë listës srpske. Edhe ky ka bo ligjin, se përpara nuk ka pas ligj për zgjedhje.
22-ën e ka bo Albin Kurti, qeveria Albin Kurti e ka bo ligjin për zgjedhje. Dhe në atë ligj shkruan, pika 26. Nuk mundesh me bo betimin për deputet pa e bo aktin e dorëheqjes. Kjo është për një naiv i politikës duhet me kuptu. Nuk mundesh, se në moment që e ban betimin për deputet, ti mos mundesh me shku në qeveri. E ai po don edhe me bo për deputet, edhe me majt pozitën për kryeministër, e me shku në qeveri me marrë vendime, ministrat. Po kjo është absurde, kjo në Koret nuk bëhat. Kjo në atje ku me ditë në Afrikë, që e marrëm shambull për keq, çdo herë Afrikën nuk bëhan këto sene. E tash, e shtrohet pyetja, çka duhet me bëj, këm duhet me lënë zavec? Ai duhet me emëru dikën si ushtrues detyre i kryeministrit, me dhënë dorëheqje, do me thonë, me dhënë dorëheqje para. Ka dhënë dorëheqje? Po jo, s'ka dhënë dorëheqje. Ajo fleta është vesh, jo, ajo është vesh një njoftim formal që nuk llogaritet ajo dorëheqje. Dorëheqje është me shkru individualisht secili ministrat edhe kryeministri. Unë nga kjo datë jepi dorëheqje për pozitës kryeministrit. Ja dorëzon kuvendit. Kuvendit ja dorëzon. Jo glau konjusa, se glau kumo nuk është kryetar. Nuk është, ai po thot kryetarit. Po kujna, kryetari nuk ka kuvendit. Kuvendi, sekretariatit, kuvendi. Po ndodh që politika pimpindron për opinioni, e marrin me një frym këtë mos me kuptu, këta unë e tham kryetari, unë e kam fjalën për kryetar shteti, për marrë mi shembull, po ai e ka pas fjalën për kryetar partijës. Edhe populli e merr për kryetar, edhe ajo ndodh një farë neglizhencë. Se populli shumica absolute nuk i din këto procedura, edhe Muin Muhamedi mi besue që ka dhënë dorëheqje, por ndryshe ajo dorëheqje nuk është, nuk ekziston, nuk llogaritet dorëheqje. Se në moment kur jep kryeministri dorëheqje, automatikisht Zavendës kryeministri, e merr detyrën, ushtron detyra aty me procedurë. Bravo. Edhe në shkruan dokumentacionet, posaçme edhe del para media, thonë nuk jam më ushtrues detyrës, se është ky. Kjo është procedura. Zavendës kryeministri Tina Besnik Bislimi nuk ka qenë në listë. Ajo është në pozitë. Ai duhet me majt, jo me lënë qeverinë që po thojnë, po kur ka në pozita me lënë zbrazd. Jo, s'po kërkon kurkush, as në njeri normal nuk kërkon. Se duhet me ditë që duhet me kanë. Ky duhet me mru Besnik Bislimin, ushtrues detyre i kryeministrit, me dhënë dorëheqje, me shku me dhënë betimin, edhe nëse ka numrat bane qeverinë, edhe apet mas një javë bosh kryeministër prap. Tanë do të dhënë dorëheqje prap prej për deputetit, pa ajo nuk është problema, zhbllokohet parlamenti. Pse është ndodhur ky bllokim? Sepse nuk i ka numrat. Po rajnë që i kem numrat. Po rajnë se tash as nuk i ka 52 numra i ka. E çfarë mendimi ki për ato 2 deputetet Partisë Demokratike, edhe që tha 4 deputet të Lidhjes Demokratike do të shkojnë me vetëvendosje? Absolutisht rremësht. Propagandë e vetëvendosje që kanë zakon këta. Para mendo Donika Gërvalla çka tha. Ekziston, tha, rreziku, rreziku ka, që lista sëpske ka me na votu edhe qeveri, neve pa i thonë na. Para me ndoti çfarë mashtrimi i ban këti popull. E mu që lista sërbe me votu, shka bat? A e thirë, vete thirë. Po e thëtë mos t'kallëzë që t'kom thirë. Po dhe mos t'kallëzë që t'kom thirë. Unë e di që t'sen, që t'lajkë, vishti sen, unë e po t'a kthej mënyrë teme, se po folmi shumë serios. E ka pas thirë, ngu e mirë, e ka pas thirë gjyshi i gjyshit vet, e ka pasir një gjysh. Edhe i ka thonë, mos kallëzë që t'kom thirë ronë, po ti hajde keshe kjo arë pa thirë. A mund t'kom thirë, e ke qëllu rasisht. Po, mos i ka. Për me zonë këto, gafel. Qëre. Po ndodhe dhe kjo, që unë t'kom thirë, po ti mos kallëzë që na thirë, na e dim që ju e din ata ose ato e din. Në të në mund të vetë dhe regje po vetë. Sikur vetë vendosja, që edhe gabime që i banë për çdo ditë, edhe mundohet mu arsëtu, e kur të arsëtohet, edhe aq ma shumë se që u bo gabimi para prak, sharron, tu mos dit qfar arsëtimi me bo. Me dalë një ministre, e me thonë, ekziston rreziku
Rrezik. Paramendo. A knena thojnë opozita bashkë me listën sërbske nuk e voton këtë rregulloren për po çka opozita po e tash pse s'penal qeveria listën sërbsken mos me votu. E opozita çka mi thon? Na po votojmë kundër, po ju mos gaboni me votu. A është logjike kjo? Do me thonë, gjithçka e lidhin. Kjo hypse të vrava, Që kjo është Evropa, por ai e ka kuptu që ky popull i shkret është tu i hangër rrenat e mashtrimit e tyne. Këta veç mashtrime janë, e din që ky popull i han mashtrimet dhe mundohen deri sa t'ju shkon, deri sa të vëdësohet ky popull dash Zoti e i vëdëson, edhe e kuptojnë sepse kryekput kjo është mashtrimi i Albin Kurtit, edhe ata janë tu e bloku parlamentin vetëm që nuk i kanë numrat. Nëse i kanë numrat, qa për të vynë të opozita? Mos ta votovë të opozita ti ki numrat 61. Voto këto e shkot qeverin, voto e krejt. Por nuk i ka, e tash pivjeni nati me thonë nuk i kena, edhe del thot, opozita po ma blokon parlamentin. A do të më kthy kanga e MC Bekës o loptemia më të mirat katon? Definitivisht po. Por fat keq. Por fat keq. U knu një herë. U knu kjo. U knu dhe gjatë zgjedhjen. Po, kur e analizojnë gjithë kjo një pjesë e madhe e popullit me hangër këto mashtrimet Albin Kurtit që as në ditë shkollë mos me pas një njeri, mashtrimet e tina duhet mi kuptu. E lemon njerëzit me shkollim të lartë, doktore, akademike, profesore, kuta dione, mi hangër këto rrenat të Albin Kurtit, unë jam të habit me këtë pjesë të popullit. Pse? Pra po thamë, një ditë... Pa e tash se hire, ndoshta me burdushin ka vo diçka, po... Pa dhe se hirja nuk bandre, nuk bandre. Që po thu që edhe njerëz akademika pihojnë foret. Kur akademiku bjen gratë, diçka është këto një farë, ose uj gjenazës, ose se hire. Po diçka ka, nuk e di që ashtu ndodhë me një pjesë të madhe të popullit, unë edhe një herë për përsëris. As një ditë shkollë mos me pas, as filloren, as heq, është let me kuptu mashtrimet Albin Kurtit. E lemo me njerëzit me të lifar shkollimi shqyrt zotit, a kupton? Edhe mi hangër këto mashtrimet, për dit bre, për dit, sent hajrit, ku ti hin, një punë me kry, këta veç luge bojnë. Edhe kur dalin me arsytu, masandej edhe arsytimet janë aq lapa, aq banale, aq çuditshme, sa çdo qeveri tjetër, po jam thamë edhe qëto. Ti kish bo qito që i ka bo Albin Kurti komplet. 5% qito zgjedhe s'kish mujt me marrë. Kurse kjo i mor 42%. Kjo është për një analizë me ja bo këti popull. Të përthën që ja ka nëllë, LDK-ja ka këputat sistemin, 3 ke nëllë 2 minuta e zhdry. Po pse one, pe marrë shambull vetëm, nëse one, për para, ja kum pa gjdo gabim dvogel Isa Mustafi si kryeministër, Hashim Thaqit si kryeministër, Ramush Haradinit si kryeministër. Pse këtina gjithë këto gabime e mashtrime s'pja shohën e tash? Çka ndodhi me mu tash? A e kupton që apo du me të thonë? Ky popull që ja ka po gabimet ma dvogla kryeministrave të kalum. Pse tash i njëjti popull, njerëz, gjithë këto gabime, Albin Kurtit nuk pishohin. Ka liru që Mitrovicën? Qysh i ka liru? Për shkofi? Zdi se disë jam kanë halon Mitrovicës, fanë që o liru? Absolutisht, rrena është mashtrimi Albinit, është se s'ka lirim, a s'ka sukses në veri. As që ka s'ka. Por, hajde për ja bojmë qefin, edhe po thojmë që po e pas ka liru atje. Po sen e tjera, a veç për veri unë ardhë kë kryeministra? Po ku janë çmimet që shkun krejt nalë? Ku është premtimi i rritjet rrogave, i pensioneve, i ndërtimit shkollave, rrugve, autostradave, qerdheve, banesave për qifte. Këto s'na vynë. Ku janë? Po e ka premtu, unë ta kom dhonë voten për qito premtime. Pse ti nuk ma lerove rrymen po ma rritë 3 here? Fëmijëve ka pas një avdhon do pare për Bajram si avdha. Vitra. Si avdha heq? Po nuk shitet
Ma gojle vitra u knaqin fëmija vallahi. Po s'ja vëdha? Po s'ja vade, Ima shtrej sa kanë bë fëmija të gëzu Albini O, dhe Albini shokuja. hamam. E kish lanë për bajram të nuk vogël. shitet fati i vendit tem për 20 euro apo për 100 euro që na ka dhonë ka njëherë. Nuk shitet, kjo është të shkatru Kosovën. Ne të kuptojnë që ky popull, që ky kryeministër është rrezik për çit vend. Ne të hjekun petkin partijak. Mos të mendojnë kush është për partije, kush i cilës parti është. Ne të mendojnë për fatin e çti vendit. Çit vend Albin Kurti e ka shkatërru. Edhe ka me shkatërru. Unë e di që marrë sharje ndryshme prej militantave vetëvendosës, që javë ka shpërla Albin Kurti trunin. Po nuk më dhem mua ajo, unë më dhem kër e marrë një sharje që tham një të pavërtet, e për njerëzve normal, se këta të Albin Kurtit për mu që i besojnë një mashtrusit, absolutisht nuk janë njerëz normal. Vjen keq me... Inshallah bëhat qeveria sa ma shpejt e shkojnë socialët edhe lirohet rryma. Inshallah bëhet qeveria prej opozitës, e unë jam i bindën. Moj pikuna do let mahat, veç let mahat të rryma më na vjeru. Po, ka më liru rryma, ka më rritë rogat, ka më rritë pensionet, ka më nreq raporti me Amerikën, që është e pa diskutushme, e pa imagjinushme. Inshallah më rezat, po lutna. Ka më nreq termocentrali me gaz, që s'kena me pas problem mo me energji. Jo, dhe përna nalët rryma, përna kallë. Po, kështu që gjithë shka ka më bo mirë, edhe pse ka vështërsi, se kjo e ka bollu. Ka bollu, por gjithë qeveri tjetër që të vjen. Unë jam i bindun që ka me rregullu edhe 100% më mirë se Albin Kurti ka me punu. Albin Kurti është e keqja e këtij vendit. Ne ta kupton çdo qytetar që nuk pe tham, veç pse është në VV, po është person ku e ka dëmtu vendin. Me krejt, me gjithë shka. S'ka bas një premtim që e ka marrë votën, nuk e ka realizua, a din dikush me më thonë e ka bot qita, një projekt për 4 vjetë, 5 vjetë, që e ka fillu e gjatë mandatit, edhe e ka kry gjatë mandatit. S'kom pas ta mundësi, 4 vjetë tjera ta kam i pa. Kush e ka pengu? A ka pas pare? A ka pas 12 miliard për 12 vjetë? A ka pas 51%? Po ka dalë se ka u kam pa lyu shpia, kur to shpia pa lyu, do t'jam në mas pari dritarët, edhe sta djeni ljumja, edhe shteti o si shpia. Po bre, po shpia, po i ka pas gjitha Pa e mundësit. kishim pas hangër këtë, tha që janë kam para meje. Para prakisht, qeverit e ka lju me, kanë pas do probleme edhe për partnerit që kanë qenë koalicion. Kurse ky s'ka pas as një problem, u konë vetë, e ka pas qeverin vetë, edhe ato patericat e lista Gudzo edhe të mimozës, që ju në hy, ju në shkri në vetë vendosje, e ju në rrit me emnan të LDK-s, që është faton një peci Avdylje Donika, e kemi respektu Donikën shkaku i babes të vetë, po ajo ishte helaqe, ajo më vjen keq për këtë fjallë, po ajo është e gërditshme, ajo e ka fundos Kosovën. Ajo për 4 vjetë nuk u konë zoja në njohje me pru, kurse Bexhet Pacoli e pruni, si individ e pruni një, presidentja e pruni dytën. Qeveria as një për 5 vjetë. A e kupton mërë këtë popull, këta, jo. Kjo është e vërtet, mërë njerëz, e vërtet është. Qka të vy një minister me konë i jashtum që mos me mujt një njohje me ta pru. Po s'ka mujt, s'ka ki mundësi. Po pse Bexhet Pacoli mujti e Po të sëmë dhe pruni? jashta kërë një zaftua. Po pse e pruni Bexhet Pacoli? Po Bexheti ka më pru se ka pas biznise. Po pse e pruni presidentja Jo, tjetër? presidente. E kjo çka është kjo? Po këta s'ka pas mundësi, Çka është a i kjo? kësa i sënë dhe jashta vetë vetës. Po s'ka dit, ta nuk din, ashtë edhe s'ka ta dit. pe rrugë, prej me kocë s'kan dori në shkun qeveri, s'kan dit, janë të pa ditur, total, janë të pa ditur. Faleminderit që ishe pjesë e jona. Faleminderit edhe për juve. Ani edhe pa ditoria është mësim. Me ditë mu përmirësu, po këta s'janë të përmirësu. Që të është e keqja, se çdo gabim, njeriu që e shet që është gabim, dhe përmirësohet, po mirë është ajo, po këta veç po shkojnë të sharru,
Por bes po. Faleminderit që ishe pjesë e jona ju të dashur me që rrini me neve sepse gjanat e mira i sjellin veç na. Kosova Info ju informon për çdo gjë.